Bobi, do ta merrni ose do ta lini aty ku të doni ju, do ideoni ju foton tuaj me Bobin dhe do e shkrepni foton këtu. Kryezamore morën vesh me bo foto me kreativ. Dhe pasit kemi bërë të 8 foto, do bëhet tani, jo nuk do presim. Jo, pritë, do ikim të lajmë dhëmbë të herë, me kismet zotë. Po, më thanë që do t'i bërni tani të gjitha. Filloni se nuk e bëjmë do të gjithë për një herë, një aparat është. Filloni juve, pastaj me radhë. Dhe të gjithë pasi të mbarojmë, do mblidhemi sërish këtu për të treguar foton e gjithë secili, do me thënë foton e vetë, dhe do t'a shpjegoj foton. Do e bëjmë vetë foton apo? Si? Do t'a shpjegojmë foto? Se fotoja s'ka Pse e keni bërë, pse e ke zgjedhur pikërisht atë vend, çfarë tregon ai foto? Jo, do t'i vëm një kështu, një... E thot Zarfi. Pasi të përfundoj koha edhe një herë. Me që ti ke lexuar shumë. Pasi të përfundoj koha dhe nuk fikson dot këtë. Fotot nuk shpjegohen. Ke një citim që t'i vësh poshtë fotos. E ke këtu, të shpjeguar. Lexoje pak, lexoje. Dakor. Po lexoje pak. E dëgjove këtë? Jo, nuk e dëgjova, lexo. E dëgjove? Jo, nuk dëgjohet Zarfi, dëgjohet e lexuara jote. Zarfi nuk dëgjohet. Po, fotoja është do dali këtu fotoja. Po, ti do thuash. Unë këtë foton, zgjodha ta bëj këtu, isha në këtë gjendje emocionale. Po pra do ta përshkruash. Jo, një sekondë do da një asnjë gjë tjetër. Jo. Kush është gjendja tjetër? Do përshkruash foton. Na shurdhove nga veshët, vazhdoni. Pasi të përfundoj koha, do t'i prezantoni fotot tuaja me një përshkrim të shkurtër para të gjithë. Poshtë. Para të gjithë. Jo shpjegosh foton, përshkrimi. Po normale. Nuk shpjegohet foto. Shpjegim për shkrim. Okej. Dashka me bosh erë për këtë fjalë. Okej, rregull. Mirë, ajo që thot mora çmim nga presidenti, se kujton se është në konkurs, ke presidenti dhe thot mora çmim. Ajo akoma nuk e di çka ka marrë nga presidenti. Se dje thoshte ka marrë një çmim nga presidenti. Një çmim. Çmimi, çfarë do me thënë çmimi nga presidenti? Hajde ma shpjegoje çfarë është çmim nga presidenti. Ke marrë çmim nga presidenti te dje, ka marrë një çmim. A do ta shpjegoj çfarë do me thënë? Çmim ke marrë apo titull? Po, titull. Titull apo çmim? Se dje the çmim. Ke thënë dje gjithkohës çmim. Atëherë ti kujton se presidenti është ka hapur një konkurs edhe Po, ka marrë titull nga presidenti për kontributin e dhënë në disa fusha të artit, zemra ime. Miru pafshim. Po mëso lexosh. Akoma nuk e di se ta ke marrë titull apo çmim. Je ignorante në fushën tënde. Ignorante. Tani e ndryshoj. Ignorante në fushën tënde. Kështu që mos u merr me mua se unë nuk preferoj të merrem me Lora Fjalësh. Ti je ignorante në fushën tënde. Ti përdor fjalë të cilat nuk di të shpjegosh. Je një njerëz i cili nuk di të shpjegoj profesionin që bën. Nuk argumenton të lutem shumë, mos mu afro fare, sepse flet budalliqe. Ke folur budalliqe këtu në shtëpi, ti nuk di të shpjegosh, profesionin të. Ikse më lodhe nga koka, se na ke lodhur të shpinë, aman qarkullo. Ti që s'ke qa bërë në shpi dhe meresh me Lora Fjalësh, aty ke përfunduar, se s'ke gjithë që bënë më në shpi, ke përfunduar ke Lora të fjalëve. Po në fakt, ke gabuar vetë gjithë kohës me fjalët. Nuk kam gabuar, absolutisht nuk gaboj. Kur thua që presidenti mora një çmim. Lapsusi nuk quhet gabim, akoma nuk e di që presidenti nuk shpërndan çmime. Unë i di të tëra. Zemra, unë i di të tëra. Të tëra, okej? Të tëra i di unë. Ato që përdor i di. Po di, ç'a di ti aman. Hajde mos na lot kokën.